Ti nuk ishe pjesë ndonjë grupi që po përplasej me policinë, le të themi. Nuk kam qenë kur pjesë e këtyre grupeve, domethënë kam qenë protestues i rregull, domethënë për të kundërshtuar. Jo, them në ato momente, eksakt në ato momente që ne domethënë kur u hodh gazi Lotciellës, ne jemi shpërndarë dhe unë ika nga gjykata kushtetuese, nga varianti. Po përballë kryeministrisë, Pastaj domethënë bëra një refleksion me veten dhe thash pse duhet që këta të na trajtojnë këtë lloj mënyre. Domethënë këta vendosin që ne duhet protestojmë vetëm me fjalime dhe në momentin që hidhen fishek zjarre drejt pllakave të kryeministrisë, këta përcaktojnë vjen e kuqe që këtu nuk do ketë këtë lloj proteste. Dhe u ktheva mbrapsh. Kur u ktheva mbrapsh, kam qenë bashkë me profesor Luciano Bocci, siç shihet edhe nga pamja këtu. Këtu janë të gjithë mediat, të gjithë gazetarët, dhe ne kemi qenë duke bërë deklaratë publike. Në momentin që kanë shtyrë dhe kanë godit poshtë këmbëve Klevis Balliun, unë kam ndërhyrë për ta marrë Klevisin dhe në ato momente unë goditëm fillimisht me një skafandër nga i polic në pjesën e fytyrës. Pastaj unë tentoj që t'i kap skafandrën, pra ja është dhe ky momenti tani. Ndërkohë marr një shkelm nga këmba e djathtë. Në momentin që dal përballë, më gjuajnë me spray me 3 spray, nga këto të mëdhej, domethënë. Dhe fillimisht nuk është se pata probleme sepse më mbrojtën syzet, ndërkohë një spray më goditi tek pjesa anash, dhe aty arriti të deportonte. Po, arriti të deportonte. Pastaj problemi tjetër ishte që jam godit dhe me një shkelm nga poshtë, domethënë, pjesën poshtë. Duket nga pamjet. Pra 2 herë me shkelm dhe në momentin që i kam kthy kurrizin policisë, aty goditëm me skafandër tek pjesa e qafës, brapa, tek kocka. Dhe në këto momente, kam tentu për të largu me vrap, jam asfiksu dhe nuk merja do të frym. Jam rëzu në bulevard. Ky është momenti që humba ndjenjat? Po, ky është momenti që humba ndjenjat, me sa maj mend dhe kam kap këmbën e ideali, unë mendova se është policë, sepse mu duken si këto kambalet e policëve, kur u jam rëzu dhe i thash më ndihmo. Dhe thirrën ambulancën. Kaq mbaj mend, ambulanca mendoj që është vonu shumë, kam përshtypjen, domethënë kështu më rezulton nga biseda që kam bërë me njerëzit, kam mendu që jam në QSUT, ndërkohë kisha qenë në spital ushtarak, se nuk e kam pas vetdijen her pas here dhe nuk i kam hap dot syt, sepse sasia e madhe e sprayit që më kishin hedhur më kishte djeg pjesën e kokës, domethënë të skalpit. Ky ishte efekti që të dha spray, se ka një debat të gjerë edhe për sprayin që do ndalemi aty, do na shpjegoj dhe zoti Prençi. Kam dhe foto, po kisha dhimbje shumë të fortë qafës dhe i kërkoja mjekut pa e parë se kush ishte, a infermieri nuk e di kush ishte, që kërkoi komunikim me mua dhe më tha ku të dhem dhe po i tregoja me shenjë dhe i thash du që të më shikosh qafën se këtë kam problem. Pyetja kam pirje, unë pirje nuk isha, për fat mirë, dhe më kanë fut në skaner. Në kohën që më kanë fut në skaner, aty kam fillu duke u aktivizu, domethënë duke qenë i vetëdijshëm. Në ambulancë kam qenë bashkë me Luciano Boccin, kemi qenë një 8 veta në ambulancë, u borë mu e madhe, dhe pastaj më kanë shtru. Domethënë kam qenë më bërë një venoz në krah, dhe në ato momente doli epikriza kontuzion. Këtë doja të kuptoja, çfarë përgjigje more nga mjeku ekspertor? Përgjigja ishte që kisha një kontuzion, pra një shembje në pjesën e qafës, të shpatullës edhe të kokës, të rrafshit kokës këtu mbrapa, domethënë. Dhe më thanë që duhet mbaj këtë qafore për 21 ditë, por me pa gjendjen se si do vijoj, dhe pas 21 ditësh, pas i të heq qaforen, do bëj një skaner dytë për i kontrol. Kjo ishte epikriza, dhe më thanë që në rast se do më thënë dëshiron, mund të mbajmë dhe në spital, jo i thash unë do më thënë po ndjehem më mirë pas 4 orësh, dhe du të dalj. Pra kjo ishte një përbledhje le të themi se çfarë ndodhi. Ndërkaq ti ke një procedim penal nga policia që mund dënohesh nga 1 deri në 5 vjet paktën, ke bërë dhe ti një kallëzim ndaj policisë, çfarë përmban ky kallëzim? Atëherë, të nesërmen, me të thënë drejtën, unë kisha vendos mos me dalë me fol në për studio, ta them me sinqeritet, jam kontaktu nga gazetari jot dhe vendosa, sepse në ato momente unë kallëzohem nga policia për, do më thënë, për goditje. Po pra, reagoj policia njerë. Po, policia më thot mu që ti akuzohem pra procedim penal për goditje për shkak detyres. Pra, as për kundërshtim për shkak detyres, po për goditje për shkak detyres. Ndërkohë, unë sfidoj çdo kënd, në rast se policia shtetit ka një pamje, një fakt që unë kam godit policinë, unë tërhiqem nga jeta publike, nuk merrem më as me gazetari, as me politikë, as me aktivizëm, me çfarë doni juve. Dhe unë këtu jam irritu dhe jam fyr shumë nga kjo lloj akuze që më është bë. Por ata kanë projektu atë që kanë bërë te unë, e kanë dashur
ti paraprin dhe ta bëjnë akuzën ata që të krijojë inflacion kallëzim im pastaj, që nuk kam bërë ndaj atyre. Okej, ti kështu e shef pra. Unë kështu e shoh dhe me njëherë unë kam shku në drejtorinë e policisë Tiranës, tek AMP-ja, Agjencia Mbikëqyrjes Policore, kam bërë një kallëzim, ku kam marrë një formular aty, që jam drejtu sot Institutit Mjekësisë Ligjore, më kanë fotografuar edhe plagët që kam, sepse kam dhe i plagë të krau, që nuk përcaktohet nga ku e kam marrë, edhe pjesën e qafës, kam dorëzu dhe epikrizën nga spitali i traumës, spitali ushtarak ndryshe, dhe unë kam kallëzu ata njerëz që mbi mu kanë ushtru dhunë, jo dhunë, torturë. Pra, akuza ime është për torturë duke jam konsultu me shumë juristë, më beson janë juristë shumë të mirë ata që jam konsultu,